Jo, do të dalë tek gruaja shtatzan. Po, në shtatzan ka shumë pyetje në këtë aspekt të cilat na vjen. Edhe gruaja shtatzan është prej rasteve të cilat i ka justifikuar shariati. Ka në hadith të Enesit radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu i madhruar musafirit, udhëtarit, e ja ka shkurtu namazin në gjysmë, ndërsa dhe agjerimin e ka pezulluar ndaj gruas shtatzën edhe ndaj gruas gjithanse. Të dyat i ka futur në një hadith. Andaj bashkë për të dyat është mirë me i bashku. Gruaja shtatzan dhe gruaja gjithanse, nëse friksohet për shëndetin e saj, apo friksohet për shëndetin e fëmijut, embrionit, që frytit që ka në barkën e saj, apo friksohet për fëmijun që është duke dhënë gjë. Natyrisht gruaja shtatzan është subhanallah, se tema ndëlidh njëra me tjetrën. Allahu i madhruar e ka veçuar femrën prej burrit në shumë gjana, në veçanti meselet, dispozitat në Ramazan ndryshojnë shumë tek gruaja prej burrit. Ndryshojnë. Për faktin se gruaja është ajo e cila e ka të përmëshmet, mujorët. Gruaja është ajo e cila lind edhe prap quhet faza e lehonis. Është gruaja e cila është me barr edhe ka frikë për frytin e saj. Gruaja është ajo e cila jep gjë fëmijës edhe ka frikë se fëmiu s'po ka tamël ball, po doron uni, dhe ai nuk dëmon ku. Këto se ka asnjë burri. Po du me dalë, ti trekon edhe më kthy prap këto. A jenë tokë të Zotit, a jenë tokë të Allahut, apo janë havarri, fluturojnë. Ata të cilët thrasin në barazi gjinore. Ku është e barazi gjinore? Dhe shet që ka dalluj ma për Allah. Këtu i ka dhanë tretman të veçantë femrës. Tretman të veçantë, pra ka tolerancë, ka hapësirë, më shumë për femrën se sa që ka për mashkull. Pse Zoti ka kriju, që ashtu është e krijuar e femën. Nuk është sikur se burri. Pra gruaja, kur është shtatzan, ajo nëse agjeron ka njerë ka frikë për vetë shëndetin e saj, nga njerë ka frikë për shëndetin embrionit që ka, sepse ai embrion është pjesë e trupit saj, dhe jeta e saj është jetë e tina, dhe shkatërimi i jetës saj, dëmtimi i jetës saj është dëmtim dhe shkatërimi i këtij fryti që pritet me dalë nesër. Andaj është e pakapshme që Islami ta anashkaloj këtë çështje. E natyrisht se nuk ka sen tokë të Zotit që Islami ka anashkalu. La ilaha illallah. E që ka thonë Abdullah ibn Mesudi Samir, nuk ka asë gjë, asë zogu ka fluturën në qiell lart. E asë gjë në tokë e që nuk në kalon pejgamberi diçka për ta pas i ka vdek, para se me vdek. S'ka mirë absolut. Në veçanti gjërat që janë të rëndësishme. Gruaja shtatzan. Nëse ka frikë, shësha, nëse ka frikë. Kjo është më rëndësi. Nëse ka frikë. Sepse nga njëherë e keq kuptojnë hadithin, e keq kuptojnë këtë rregull, dhe mendojnë se krejt gratë të cilat janë me barë ditën e parë, të barës desa del fryti, vallah jem me barë jem shtatzan, kom drejt me hangër, jo nuk ka qashtu heq vallah. Jo, por nëse ke frikë, nëse tutesh, nanat tona, motra tona, në kanë ditë njëve, krejt nanat dhe kur për jetë se kanë bërë la shtatzanin. Edhe sot ka kuratila të cilat nuk e marrën ve shtatzanin. Për atë arsye është mirë, ose më konsultu me një mjek, ose din vetë vetën e vetë ajo. Gjithashtu është mirë, gruaja shtatzan, një të ngjallet gjithanse, është mirë me nejt natën qutë, mund s'është derën me ngjez. Të dyjat, ai që ka fëmijën për gjinë dhe ai që është me barë. Dhe ton natën e përdor ushqim të fortë, kalorik. Ushqim të fortë kalorik. E ditën me pushu, me flajt, e të flan nusja. Do të me hjekni atë mentalitet se nusja nuk bën me flajt mas orës 7, mas orës 8 e 9. Kjo Ramazan. Edhe mentaliteti jo nuk thot që Ramazani që njeriu që më horë 2 natës buk.
Por po në Ramazani po nënrohet krejt. Pra le të rrota dhe rari gjumit, le të përshoj nuset. Edhe që ka hymë për gjini, e ditën pastaj, flan ma shumë dhe përballon ma let, me dhanë fëmijut, me pas gji, po të njëjtën kohë edhe me rujtë shëndetin embrionit që ka mrena në barkë. Ka një herë është mirë nëse fëmiju kam dhe nuk ka gji, është mirë nëse s'ka mundësi me azgjeru muin krejt, e shtynë. Në ditë për 2 ditë qysh ka mundësi. Së dhe që tjetë, regull është për mësë marko, nëse ka fërinkë për vetë e vetë, apo për fëmijën e vetë, qoftë në barkë, qoftë që ka përgjini, ka të drejtë me prish Ramazanin e pastaj me kompenzue pas Ramazanit.